Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Zoti ka dëshirë dhe është gati të përdorë çdo njëri nga ne, nëse ne do të përmbushim dy kërkesa. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Dr. Stanley e fillon emisionin e ditës së sotme duke alluduar në dy gjëra thelbësore që Zoti kërkon nga ne. A e dini se cilat janë ato? Nuk janë talentet, aftësitë, privilegji apo pushteti, por të dëgjuarit e zërit të Zotit dhe bindja ndaj Tij. Një vështrim i shpejtë në shkrimet na tregon se fama dhe aftësitë nuk janë kritere që Zoti i përdor për të zgjedhur shërbëtorët e Tij. Për shembull, Davidi ishte një bari adoleshent kur Zoti e zgjodhi të bëhej mbret i Izraelit. Maria ishte një vajzë e re kur Zoti e zgjodhi të bëhej nëna e Mesias. Pietri ishte peshkatar para se Jezusi t'i bënte ftesën e parushme: "Ndiqmë dhe unë do të bëj peshkatar njerëzish." Tek Mateu 4, vargjet 18 dhe 19 lexojmë: Duke ecur gjatë bregut të detit të Galileas, Jezusi pa dy vëllezër, Simonin të quajtur Pjetër dhe Andrean të vëllan, të cilët po hidhnin rjetat në det sepse ishin peshkatar. Dhe u tha atyre: "Ndiqmeni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Zoti mori secilin prej tyre sepse besuan në të dhe ju bindën. Pikërisht për këta njerëz po kërkon Perëndia sot, për njerëzit që janë gati të dëgjojnë dhe t'i binden. A jeni ju një prej tyre? Mëso se si të përdoresh nga Perëndia, ndërkohë që ndjek emisionin e sotëm Prekja e Zotit. Me ju është Dr. Charles Stanley. Shkoni në Bibël tek letra e parë e Korintasve, kapitulli i parë, vargjet 26 deri në 31, ku apostulli Paul thotë: "Shikoni në fakt thirrjen tuaj, vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur sipas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik, por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjëra jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara edhe gjërat që nuk janë, për të azjesuar ato që janë, që asnjë mish të mos mburret përpara Tij, por prej Tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, që sikurse është shkruar: ai që mburret, le të mburret në Zotin." Tani, Pali kishte një problem të vërtet me korintasit, sepse ata ishin ndarë në grupe mes 4 njerëzve: Apollos, Palit, Pietrit dhe Krishtit. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 12 thotë: "Dhe dua të them këtë, që secili nga ju thotë: unë jam i Palit, unë i Apolit, unë i Kefës dhe unë i Krishtit." Ndërsa tek letra drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 31, Pali thotë se nuk gjendet asnjë arsye reale dhe asnjë bazë për askënd që të mburret për çdo gjë përveç se për Jezus Krishtin. Por para së gjithash, dua të shihni se çfarë thot ai këtu për njerëzit që përdor Zoti, sepse të gjithë ne kemi mendimin ton për vetveten. Tani, ne e dim se ajo që mendojnë të tjerët për ne ndikon shumë në mendimin që kemi për veten ton. Në të njëjtën mënyrë do të ndikojë edhe ajo që mendojmë se mendon Zoti për ne. Nganjëherë ne nuk arrim ta njohim dhe kuptojmë veten me të vërtetë, por Zoti na njeh në mënyrë të përsosur dhe absolute. Kështu që kur Zoti lëviz brenda jetës tonë, ai do ta ndryshojë drejtimin e saj dhe ai e ka gjithmonë një arsye. Kështu që gjëja e fundit që ju dhe unë mund të themi do të jetë: "Oh Perëndi, nuk mund t'i bëj gjërat sipas mënyrës tënde." Dhe kështu vërtitemi duke u përpjekur të gjejmë disa arsye për të mos ju bindur Zotit. Por sot dua të shënoni çfarë thot ai këtu rreth zgjedhjes së Tij, dhe unë dua që të mendojmë rreth këtij pasazhi. Kjo është një gjë shumë personale. Ai thot tek
letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 26. Shikoni në fakt thirrjen tuaj vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur sipas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik. Këtu gjem diçka vërtet interesante. Ai nuk tha se atje nuk ka asnjë, apo jo. Asnjë të ditur, asnjë të fuqishëm ose asnjë fisnik, por tha jo shumë. Por shënon se çfarë thot ai rreth natyrës së atyre që ka thirrur Zoti. Në vargun e 27, Pali thot: "Por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpuruar të urtët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpuruar të fortët." Ai thot: "Por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpuruar të fortët." Të turpuroj ose të rrëzoj krenarin e të diturve. Zoti ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpuruar gjërat të cilat janë të forta. Tani, dua që të shikoni dhe të shënoni diçka kur ai thot se Zoti ka bërë disa përzgjedhje këtu. Dua të shënoni diçka rreth Zotit dhe të mendoni për pak minuta mbi këtë. Çdo herë që Zoti bën një zgjedhje për ju dhe mua, nuk niset nga aftësitë tuaja. Zoti nuk ju zgjedh kurrë për të parë se si do të veproni ju. Ai nuk bëri asnjë zgjedhje në jetën tuaj bazuar në faktin se është kurioz të di reagimin tuaj. Duke qenë se i di të gjitha, ai e di edhe këtë sigurisht. Por mendoni pak rreth kësaj. Kur Zoti bëri një zgjedhje në jetën tuaj, nuk u mbështet në aftësitë tuaja për të bërë ose jo diçka. Ai thot se zgjodhi gjërat e marra të botës për të turpuruar të urtët. Ai ka zgjedhur gjërat e dobta të botës që të rrëzoj krenarin, të turpuroj gjërat që mbahen me të madh. Të bëj gjërat që duken të forta, të duken ashtu siç janë në të vërtetë. Dhe shëno se çfarë thot ai në vargun e 28. Dhe gjërat bazë. Fjala bazë nënkupton ato që kanë lindur të përçmuara dhe që janë parë si të paqëna. Ai thot: Zoti ka zgjedhur ato që janë parë si asgjëja e botës. Njerëz që nuk do t'i zgjidhte askush, që vijnë nga shtresat e përçmuara, që kanë një të kaluar familjare të varfër e kështu me radhë. Por Pali tha tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargjet 27 deri në 29. Por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpuruar të urtët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpuruar të fortët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe gjërat që nuk janë, për të asgjësuar ato që janë, që asnjë mish të mos mburret përpara tij. Nëse do të kthehemi tek vargu 27, do të gjejmë një fjalë të vogël që dua ta vini re. Ai thot: Por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpuruar të urtët. Kur thot për të, nënkupton me qëllim që. Tani, dëgjoni se çfarë thot: Zoti ka zgjedhur gjërat e marra të botës me qëllim që të mund të turpurojë të urtët. Zoti ka zgjedhur gjërat e dobta të botës me qëllim pra për të turpuruar ato gjëra që janë të forta. Vargu 28. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës, gjërat e përçmuara që nuk konsiderohen nga askush, me qëllim që ta zgjesojë ato që janë. Vargu i 31. E njëjta fjalë, me qëllim që, sikurse është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. Kështu, përmes gjithë këtij pasazhi, ai po thot: Tani dua që të shihni mënyrën time të përzgjedhjes. Zoti nuk bën zgjedhje bazuar në mendime dytësore, por në qëllime specifike që dëshiron të realizojë. Kështu, çfarë do lloj zgjedhje që ka bërë Zoti në jetën tuaj, me qëllim që t'ju përdor, ai ka marrë një vendim përfundimtar për t'ju përdorur në mënyrë që askush nga ne të mos jetë i parëndësishëm. Dhe le të jemi vërtet të ndershëm për një moment. Sa për jush, në momentet të caktuara të jetës suaj, jeni ndjerë sikur jeni askushi. Ngrije kokën lart. Zoti të ka zgjedhur ty. Këtë thot ai. Pali thot: Zoti ka zgjedhur ata që nuk mund të shohin mbrapa në lindjen e tyre dhe të flasin rreth
prej ardhjes familjare, ata që ndjen se janë askushi. Dhe çdo herë që e thot këtë, ai e ka marrë vendimin përfundimtar. Kështu Pali po ju thot këtyre Korintasve, tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 12. Dhe dua të them këtë, që secili nga ju thot, unë jam i Palit, unë i Apolit, unë i Kefës dhe unë i Krishtit. Pse po mburreni për Apolin? Pse po mburreni për Palin dhe Pjetrin? Pse po mburreni për këta? Zoti merr gjërat e thjeshta për të mistifikuar gjithë pushtetin. Dhe gjërat në të cilat ju po besoni nuk janë gjëra që mund të besohen as pak. Dhe më pas, vini re se çfarë thot ai në vargun e 29. Që asnjë mish të mos mburret përpara tij. Ai thot, Zoti e bën gjithë këtë për t'i ulur kokën, për të turpëruar të urtin, me qëllim që asnjë njeri, asgjë kundi të mund të mburret para Zotit. E dini se çfarë po thot? Ai po thot se ju dhe unë nuk kemi asgjë tjetër me të cilën mund të mburremi përveç se Jezus Krishtit. Nëse do të shikoni tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 8 deri në 9, thuhet: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Siç e shihni, Zoti nuk do të na thras të bëjmë asgjë që ne të mburremi për të. Ai thot, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Zoti nuk do që ne të mburremi. Ai thot që askush të mos mburret para Zotit. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 31, që sikurse e shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. Zoti është i gatshëm t'ju përdor nëse jeni gatshëm të përdoreni prej tij. Por në fakt, kjo është arsyeja kryesore pse shumë të krishterë nuk janë përdorur nga Zoti. Ata në fakt nuk janë të gatshëm të përdoren prej tij. Ne duhet të tregojmë se jemi të gatshëm dhe të vullnetshëm t'i besojmë Zotit dhe të përmbushim vullnetin e tij. Ai thot, ai bën zgjedhjen e tij dhe i bën të pavlefshme të gjitha gjërat e tjera. Tani, më lejoni t'ju pyes. Pse e thot Zoti këtë? Pse Zoti ja merr krenarin dhe gjithçka tjetër me vlerë për njeriu dhe i shndërron në zero dhe thot, këtë nuk e llogaris fare. A mos do ai vallë të shkatroj diçka të mirë brenda nesh? Jo. Ja cila është arsyeja. Zoti nuk do që ju dhe unë të varemi në fuqinë tonë. Ja pse ai do të bëjë të pavlefshme dhe nxjerr jashtë nesh çdo gjë që bën t'i heqim syt tan prej tij. Tani, pse do ai që ne të varemi prej tij? Sepse Zoti e di se çdo gjë tjetër mbi të cilën mund të varemi është vetëse iluzion. Është një premtim që nuk mund të plotësohet. Ju nuk mund të jetoni për Perëndin as me eksperiencën dhe as me edukimin tuaj. Nuk mund të jetoni përmes aftësive tuaja. Zoti nuk do ta lejojë këtë gjë. Por çfarë do ai? Ai vetëm e përplas dhe e sjell gjithë këtë drejt zeros, sepse do që ne të jetojmë në varësi të plot prej tij. Kështu, ai nuk do t'ju lejojë të vareni në mençurinë tuaj. Nuk do t'ju lejojë të vareni nga gjërat që vlerëson bota. Por çfarë bën ai? Nëse keni probleme me krenarin dhe mendoni Zoti duhet më përdor patjetër, sepse unë jam i pazvendësueshëm, a e dini se çfarë do të bëj ai? Zoti do të marrë disa njerëz krejt të parëndësishëm që ju i njihni dhe që ndoshta janë shumë të afërt me ju dhe do t'i përdor, ndërsa ju mendoni pse nuk më përdor Zoti mua. A e dini pse? Sepse ai nuk mund t'i përdor krenarët. Ai do të përdor një bark të prishur që nuk është edhe aq e bukur në sytë e njerëzve, që nuk ka arsimin e dur dhe që në sytë e të gjithëve është i dobët. Ai do të përdor dikë që ka vuajtur dhe është thyer her pas here. Por nëse zemra e tyre është drejt Perëndisë dhe e duan me të vërtet Zotin, ai do t'i përdor madje edhe në vështirësitë e tyre më të mëdha, kur ndihen të demoralizuar, dështak dhe të pafuqishëm. Kështu Zoti do t'i përdor nëse e dorëzoni veten tek ai dhe zemra juaj drejtohet tek ai. Ai nuk do të presë derisa të bëheni të përsosur. Dhe nëse po prisni që Zoti t'ju përdor kur të përsoseni,
duhet t'ju them se nuk do të ndodh kurrë, sepse për aq kohë sa jetojmë në këtë tokë, asnjëri prej nesh nuk mund të jetë i përsosur. Zoti nuk po pret për njerëz të përsosur, por për njerëz të gatshëm. Ai do t'ju pranojë ashtu siç jeni. Më lejoni t'ju pyes për diçka. Nëna dhe baballar, mendoni rreth kësaj për një moment. Nëse vendosni t'i kushtoni disa kohë çdo ditë fëmijëve tuaj, nëse lini pa bërë ndonjë nga punët e shtëpisë, qoftë mami, qoftë babi, dhe i mësoni djalit ose vajzës tuaj shkrimin e shenjtë, a mendoni se Zoti do ta injorojë këtë investim në jetën e fëmijëve tuaj? A doni që Zoti t'i përdorë fëmijët tuaj? Nëse nuk pranoni, atëherë vlerësimi juaj është i gjithi i paqartë. E shihni, Zoti do që të përdorë të gjithë fëmijët tanë, dhe ai do t'i përdorë nëse ne do të bëjmë pjesën tonë, duke i përgatitur për të ardhmen. Si një baba i mirë, ju mund të thoni, ndonjëherë më duket sikur nuk di se si t'i ndihmoj fëmijët e mi. I dashur baba, nëse merrni Biblën, uleni dhe filloni t'i lexoni e shpjegoni fëmijës suaj atë që besoni, a e dini se çfarë jeni duke bërë? Ju po i përgatisni që kur t'i thërra Zoti të jenë gati. A jeni ju duke i trajnuar dhe pajisur fëmijët tuaj që kur Zoti t'i thras të jenë gati? Zoti është gjithnjë duke punuar në zemrat e njerëzve që janë të gatshëm të përdoren prej tij. Ndonjëherë ndodh që nuk e dini se çfarë po ndodh në shtëpinë tuaj nga këndvështrimi i Zotit. Ai është i gatshëm të përdorë ata që janë të gatshëm dhe të vullnetshëm që t'i besojnë atij. Ai thjesht po thotë se do të zgjedh ato gjëra të thjeshta dhe të parëndësishme për sytë e njerëzve, për arsyen e thjesht se e urren mburrjen dhe krenarin. Tani, rruga më e mirë për njerëzit, më të trajnuar, elokuent, të edukuar, të aftë, është të lënë mënjan krenarin për këto aftësi të tyre dhe të bëhen krenar për atë çfarë Zoti është duke bërë në ta dhe përmes tyre. Ja pse duhet t'ia japim gjithnjë lavdin vetëm Zotit dhe asnjëherë njeriut, kushdo qoftë ai. Perëndia nuk do ta tolerojë këtë në asnjë mënyrë, sepse krenaria gjuan drejt në zemër të Zotit. Kështu ai thot tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 29, që asnjë mish të mos mburret përpara tij. Tani shiko bekimin që ai jep tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 30. Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Dituria, drejtësia, shenjtërimi dhe shpengimi ynë nuk është rezultat i punës tonë, por i kujt? Është dhuratë e Zotit. Krishti është arsyeja që ju keni diturinë e Zotit, sepse ai thotë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 16, sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësojë atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Çfarë keni ju nga të Krishtit? Ju keni mendjen e Krishtit. Shiko tek Proverbat kapitulli 9, vargu 10. Frika e Zotit është fillimi i diturisë dhe njohja e të shenjtit është zgjuarësia. Çfarë është fillimi i diturisë? Frika e Zotit. Dhe ndërsa ju dhe unë i dedikohemi atij dhe kemi frikë prej tij, ai thotë: "Ky është fillimi i diturisë." Kështu ne si fëmijët e tij kemi diturinë e Zotit dhe jo të botës. Pali thotë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, vargu 30. Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Ne kemi drejtësinë e tij. Kjo më bën mua absolutisht dhe totalisht të pranueshëm në sytë e Zotit. Ai thotë: "Krishti është shenjtërimi ynë, dhe çdo ditë të jetës time, ai punon brenda meje, duke më bërë më shumë si veten." Ai thotë: "Tani ne kemi shpengim për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ne jemi plotësisht të shpenguar trup, shpirt dhe frym." Tani, me çfarë mund të mburremi ne? Me veten? Me dhuratat që kemi? Jo. Tek letra e Jakobit, kapitulli i parë, vargu 17, ai thotë:
çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. Çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur është nga Ati dhe vjen prej Atit. Kështu që ju dhe unë mund të mburremi vetëm me një gjë që do të përcaktojë edhe sa të dobishëm jemi. Jo çfarë jemi, jo çfarë kemi, jo çfarë kemi bërë. Gjëja vetme që do të përcaktojë nëse do të përdoremi ose jo nga Perëndia është zgjedhja e Tij, gatishmëria jon dhe besimi ynë në të. Tani, më lejoni t'ju them një sekret të vogël. A e dini se pse Zoti nuk do t'i përdorë disa njerëz? Sepse nuk janë të gatshëm të përdoren sipas mënyrës së Zotit. Zoti do të gjejë një grup njerëzish që janë të gatshëm të jenë askushët për të tjerët, por dikushët në sytë e Tij dhe do t'i përdorë. Tani, ne duhet të pyesim Zotin. Zot, a jam unë i gatshëm të përdorem prej Teje në një mënyrë të thjeshtë nëse askush nuk më njeh, me qëllim që qëllimet e tua të mëdha të përmbushen? Besoj se kjo është fryma që do të shohë Zoti tek fëmijët e Tij, të jenë të gatshëm t'i binden Zotit kudo që t'i vendos. Dhe ju do të shikoni se ai do t'ju përdorë në një mënyrë të paimagjinueshme prej jush. Ne kemi nevojë t'i kërkojmë Zotit të na jap vizion, të na ndihmojë të shikojmë në sytë e Tij në mënyrë që të jemi besnik në përmbushjen e urdhërimeve të Tij. Si një nga fëmijët e Tij, thuajeni se jeni gatshëm të përdoreni prej Tij kudo, në çdo kohë, në çdo vend dhe në çfarëdo lloj situate. Dhe mik, ju dhe unë duhet të mburremi vetëm në të, sikurse edhe Pali tha tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 6 vargu 14. Sa për mua, mos ndodh kurrë që unë të mburrem me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit ton Jezus Krisht, për të cilin bota është kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Ka vetëm një gjë për të mburrur dhe ky është Jezusi që jeton brenda nesh. Nëse ky është qëndrimi i zemrës suaj dhe qëllimi i jetës suaj, miku im, Zoti do t'ju përdor në një mënyrë të tillë që ju të jepni maksimumin tuaj. Dëgjoni, mos shikoni dikë tjetër dhe thoni, uroj që Zoti të më përdor edhe mua si atë. Jo, sepse ai ju ka vendosur në një pozicion ku ju mund të përmbushni më mirë se askush tjetër planin e Tij. Tani, shpesh ne interpretojmë këtë nisur nga këndvështrimi i botës dhe mendojmë, kjo gjë nuk është edhe aq e rëndësishme. Miq, kur të shkoni në anën tjetër të përjetësisë, ju siguroj për një gjë. Gjërat që duken budallallëqe, të thjeshta dhe të parëndësishme, do të marrin tjetër kuptim. Pyetja është, a jeni ju gati të përdoreni prej Zotit? A jeni ju gati për qëllimet e mëdha të Zotit në jetën tuaj? Zoti ka punë për secilin nga fëmijët e Tij. Ne kemi përgjegjësinë të zgjedhim se kur do të bëjmë punën e Tij dhe kur jo. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley na kujtoi se ne duhet të jemi të gatshëm të bëjmë punën e Tij në mënyrën e Tij. Mbajeni këtë gjë në mendje ndërsa kërkoni drejtimin e Zotit në jetën tuaj dhe gjeni mundësinë që t'i shërbeni. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.